Po unë ju thash pak a shumë një gjë të tillë pak më parë, që agenda evropiane tani është në kundërpesh me Bordin e Paqes, po kjo nuk do të thotë që do të vijojë të jetë në kundërpesh me Bordin e Paqes, sepse nëse Bordi i Paqes vazhdon në këtë lloj rrugtimi dhe interesat e vendeve të caktuara evropiane nuk përputhen më me vijën e Bashkimit Evropian, ka ndodhur gjithmonë, ka ndodhur sot, ja shihni për shembull diçka që ne na intereson jashtëzakonisht shumë, që është Kosova. Në Kosovë kemi 5 vende evropiane të cilat pavarësisht se Bashkimi Evropian si tërësi e njeh Kosovën, nuk e ka njohur Kosovën. Pra edhe sot që teorikisht duhet kemi një bashkim idesh për sa i përket politikës jashtme, nuk kemi një politikë jashtme evropiane, nuk ka pasur kurrë një politikë jashtme evropiane. Por zyrtarët e Bashkimit Evropian, zyrtarët e institucioneve evropiane vinë dhe pretendojnë sikur ka një vit të tillë për arsye të tyre. Shumica e tyre janë burokratë, cilëve nuk ju duhet vënë shumë veshi, janë burokratë cilët ne i kemi glorifikuar, i kemi hynizuar duke i bërë si njerëz shumë më të fuqishëm se sa janë. Ka qenë mbaj mend një ish deputete gjermane, e cila nuk e njihte kush as në Gjermani, por që vinte në Shqipëri dhe jepte shumë mend për po, Doris Pak, jepte mend për gjithçka në Shqipëri, ndërkohë që ishte një person relativisht anonim në skenën politike në vendin e saj të lindjes, por në Shqipëri ishte yll, e prisnin dhe madje ka miqësira të mëdha brenda dhe jashtë Shqipërisë sot. Pra, duhet ta ndalim këtë idenë se vjen një burokrat nga Brukseli dhe duhet t'i japim shumë pesh vendimeve të tyre. Sigurisht që ka momente ku Bashkimi Evropian vendos disa piketa të rëndësishme, por unë mendoj që edhe po të shohim spakun, agenda e Bashkimit Evropian nuk ka dallime nga agenda e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse kur vjen puna për Shqipërinë, dihet që shteti më i rëndësishëm që duhet marrë vendime janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë pikë vështrim ka qenë një vendim i mirë i Shqipërisë që hyri në Bordin e Paqes. Por do të kishte qenë një vendim i mirë nëse kjo do të ishte një pjesë e një politike të jashtme në vazhdimsi, një politike të jashtme koherente, një politike të jashtme që kishte disa synime bazë për të mirën e shqiptarëve dhe e cilat kalonte nga një rrugtim i tillë. Mirë, po politika jone e jashtme shkon herë sipër, herë poshtë, herë me Bordin e Paqes, herë me pikën e mjaltit. Po të dëgjoni opozitën, ata janë gatshëm të thonë që edhe në Moskë, ka thënë një nga pjesëtarët e opozitës që është në burg sot, në Moskë trajtohen të burgosurit më mirë. Kështu që përmendin edhe Moskën këta kur ju prishin interesat e tyre. Paria e Tiranës nuk ka as dina as iman, nuk ka politikë të jashtme, sepse politika e tyre jashtme është shikimi i vetvetes në pasqyrë. Përsa kohë që shihen mirë në pasqyrë, ju duket vetja mirë në pasqyrë, ashtu e bëjnë politikë në jashtme. Nuk kanë interesa kombëtare në përmendat. Edhe diçka të fundit kam për trojet tona që ju e preket e Kosovën pak më lart, si do të jetë ky vit, cilat janë pritshmëritë, sepse në Bordin e Paqes këtu ishim vetëm ne dhe Kosova, Maqedonia, Malizi, Bosnia jo as Serbia, Kroacia nuk pranoi, ndërkohë që kemi një lajm të mirë pak javë më parë ishte nga Kongresi për një rezolut për Preshevën, për pasivizimin e adresave, por në tërësi, çfarë do të presim nga ky me thelb Kosovën, sepse edhe dje kishim një lajm nga Politiko që SBA ushtron presion sipas burimeve të diplomatëve tek NATO për reduktimin e trupave. Pentagoni e mohoi që nuk ka diçka konkrete për momentin, por çfarë duhet presim në trojet tona? Kosova gjendet në një udhkryq shumë të rrezikshëm. Është një udhkryq i rrezikshëm jo vetëm për Kosovën, por për gjithë shqiptarët. Do kishte qenë shumë më mirë nëse agenda mbar shqiptare do kishte qenë e koordinuar në Bordin e Paqes, nuk është e koordinuar. Fatmirësisht presidenti Osmani ka krijuar disa relata, disa marrëdhënie të mira me administratën Trump dhe kjo është gjë e mirë. Fakti që u përmend Kosova më së shumti tek Bordi i Paqes, edhe kjo është një gjë e mirë, që ju duhet njohur të dy. Pikërisht, por Kosova gjendet në një moment jashtëzakonisht shumë të vështirë, sepse siç e shihni çfarë po ndodh në Gaza, nuk agenda tani më është thellësisht agenda e administratës amerikane është thellësisht pragmatike. Pra, cila zgjidhje krijon mundësitë për një paqe më të zgjatur dhe më të thjeshtë, duke u bazuar
thjesht tek parimi i pragmatizmit, pa shumë lajle dhe lule, siç thonë në diplomaci, atëherë në ca udhkryqe të rrezikshme për ne shqiptarët. Unë mendoj që tani më nuk është jashtë çdo lloj konturi që të përmendet dhe objektivi madhor i të gjithë shqiptarëve, që është Bashkimi Kombëtar. Askush nuk e përmend më Bashkimin Kombëtar, më vjen shumë çudi se si kryeministri Kurti nuk e përmend më. Duhet të jetë një nga objektivat tanë madhor. Nuk do të funksionojnë tek kështu teorikisht, po erdhin pushtet me anë të Bashkimit Kombëtar dhe tani nuk e përmend më. Bashkimi Kombëtar duhet me qenë ylli ndriçues i gjitha politikave tona. Jo për shkak se do të realizohet tani, jo për shkak se bordi i paqes do të na bashkojë në mënyrë kombëtare, që mos ta marrim thjeshtësi, se njerëzit pastaj do të situata geopolitike, to hartat e reja të influencës. Ne na duhet që në ndërtimin e sistemit të ri ndërkombëtar, synimi i shqiptarëve të jetë Bashkimi Kombëtar. Pastaj se si e realizojmë këtë, me të cilat mjetet të ndërmjetme. Siç e ka për shembull Serbia, që sot e kësaj dite, pavarësisht se Kosovën nuk e ka më, e kanë objektivin e vet kombëtar që ne presim edhe 100 vjet thonë serbët, edhe 200 vjet, po Kosovën nuk e lëshojnë. Pra ky është objektivi kombëtar i Serbisë. Ata sot nuk kanë asnjë lloj realiteti brenda në Kosovë. Pra aty ka ushtar të NATO-s, ka ushtar amerikan, ka është baza Bond Steelit, por synimi i tyre diplomatik dhe synimi i tyre kombëtar është që Kosovën e nuk e lëshojnë. Një gjë e tillë mund ta bëjnë, duhet ta kishin bërë dhe shqiptarët. Pra Bashkimi Kombëtar mund të mos jetë diçka që do të ndodhë sot ose nesër. Ose në 5 vite të ardhshme ose në 10 vite të ardhshme, mund të mos jetë diçka që i përket kësaj qeverie në Shqipëri apo kësaj qeverie në Kosovë, por duhet patjetër të jetë ylli polar, duhet patjetër të jetë ylli ndriçues i rrugës drejt ku po shkohet. Dhe kjo duhet të jetë një objektiv i hapur, duhet të jetë një objektiv i caktuar, duhet të ketë një mirë rendim, një bashkërendim të përpjekjeve, e ndërkohë nuk po ndodh fatkeqësisht. Në Shtetet e Bashkuara është momenti që mund niset kjo? Kemi momentin ton atje? Momenti ka qenë para shumë vitesh, nuk është çështje momentesh për mendimin tim. Momenti siç ishte momenti i vitit 2008 kur shpall pavarësia e Kosovës, mund të vinë në një moment që pritet apo nuk pritet. Vjen nga kontekstet të cilat ne nuk i kontrollojmë dot. Unë po them që nuk po them që është momenti sot që të shpallin Bashkimin Kombëtar. Unë po them që duhet të ishte objektiv primar i politikës jashtme shqiptare. Dhe kur them politika jashtme shqiptare, përfshi politikën në Tiranë dhe politikën në Prishtinë. Madje edhe në Shkup. Kështu që duhet ishte një nga çështjet e agjendës që diskutohet. Por nuk mund të presim që vendet e mëdha të shkojnë për shtat agjendave tona, vendet e mëdha kanë agjendën e tyre dhe nëse do të nisemi nga ana e pragmaticitetit, ne vendet e vogla që nuk kanë fuqi dhe nuk kemi asnjë qeverinë që të na mbroj të drejtat. Se nesër pas nesër pyetja që duhet i bëjnë vetes shqiptarët është këtë mbrojë Edi Rama, interesin e shqiptarëve apo Edi Ramën? Sa shqiptarë mendojnë që Edi Rama do sakrifikonte veten e tij dhe për hir të interesave të Shqipërisë? Nuk është Hashimthaçi Edi Rama. Hashimthaçi me gjithë defektet që ka dalë në luftë, ka dalë për të luftuar. Edhe shokët e tij, se nuk duhet ndar vetëm Hashimthaçi. Ndoshta Haga mund ta shkruaj historinë se Thaçi tha unë nuk kam qenë vinë e frontit. Po gjithsesi ky është debat tjetër. Ai është debat e ngatrojnë njerëzit që nuk e duan agjendën shqiptare këtë punë, mos ta ngatrojmë tani, të lutem. Në gjyq merret një strategji ligjore. Strategjia ligjore bazohet në atë çka pretendon pala kundërshtare. Pra, puna e avokatit nuk është të shkruaj histori, puna e avokatit është të fitojë gjyqin. Po gjyqi, sidomos ky gjyqi i Hagës, nuk ka fare lidhje me historinë reale, sepse po dëgjojmë gjyqin e Hagës, na doli që Slobodan Milošević është hero botror, sepse njerëzit e tij deshën ose po mundohen që të dënojnë komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në atë mishmash, në atë çorb ka shumë duar. Nuk janë pa fajde vetë komandantët të cilët ranë pre shumë çkaje mbas lufte. Ama lufta e popullit të Kosovës është lufta më e pastër, është një nga gjërat më të mira që kanë bërë shqiptarët në historinë e tyre. Pra, nuk mund ta prek kush. Dhe meritën për këtë nuk mund ta marrë dot as
dikush tjetër, përveç asaj atyre që kanë luftuar. Krahasimi që bëra unë me Edi Ramën është që nuk është nga ata burra Edi Rama që del dhe lufton për shqiptarët dhe që sakrifikohet për shqiptarët dhe që ve jetën për shqiptarët. Është nga ata burra që sakrifikohet për një shishe $3.000 verë. Deri këtu shkon. Ngritur, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve.